Kuptosh i keq edhe kjo është hera e fundit që të meron këtë qytet. Tani do ta paguash mirë. Stili miau miau, nori miau miau, në fytyrën tënde fuqia miau miau. Zoj është e papa! Kështu mendoni vërtet ju? Ne guzojmë! Ne guzojmë! Nenja është e miau përbashkët. Kujtezojmë! Kujtezojmë! Këmban lule shtrydhe, fuqi e plot. Tani gjithçka është në rregull. Jo gjithçka. Mark, sa kohë që pori aty? Aq sa duhej. Nuk e kisha menduar kurrë që ishe një vajzë e tillë. Dua të them, pa shikoje pak veten. Por Mark, unë mund të shpjegohem. Pas ke bisht, Por dhe veshët i ke si mace. e vërtet, por Mendoja se ishe një vajzë normale. por e tillë jam, Mark. Jo, nuk je. Ti je vetëm një krijesë anormale. Jo, Mark, prit. Ti nuk më kupton. Unë jam normale si vajzat e tjera, por gjithashtu jam edhe një vajzë miau miau. Ora algebrës. Po si erdha këtu? Faleminderit që e pastrove, Zoj. Jam e bindur se klasa ndihet më mirë tani që e kuptuan që je një vajzë miau ishte? Sa sikletshme. I didn't count on this before my very first kiss. This isn't the path we choose, but there's so much we could lose. So team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, 'cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Wow, duhet të kesh turp, Zoj. Çfarë do të thuash? Të gjithë i zgjumin në klasë ndonjëherë. Por jo të gjithë vërtasin në fytyrën tënde e fuqia miau. Kështu tha apo jo, Megan? Pikërisht këtë tha dhe ajo. Shpresoj të mos e kem lënë macën jashtë. Ky është një budallallëk. Kjo nuk është koha për shaka. Miau miau për shpëtim. Shpresoj që ajo të mos më shpëtoj mua. Do doja të shikoj edhe unë ëndra të tilla. Ndjenja është e miau përbashkët. Çfarë makthi? Të gjithë po flasin për mua. Tani mendoj se unë jam e çuditshme. Prit sa të zbulojnë të vërtetën. Zoj, mirje? Po si thash me zë të lartë? Unë? Oh, po, jam mirë. S'mund t'jem më mirë se kaq. Po pse po më pyet? Sa po i hodhe mustard picës. Po, kështu më pëlqen. Është shumë e mirë, duhet ta provosh. Ajo është e çuditshme. Jo, unë nuk jam. Po, je. Unë jam shumë normale. Si të thuash ti? Shihemi më vonë, normale. Nesër, Zoj. Mirë, shihemi më vonë, vajza. Të paktën e di që ato po bënin shaka. Sikur ta dinin të vërtetën për mua dhe për vajzat e tjera miau, do mendonin vërtet se jam anormale. Shpresoj që Marku të mos e marrë vesh. Hej Zoj. Është gjithçka në S'kemi rregull? Mark, po jam përshëndetje. Jam duke shkuar për në shtëpi dhe po pyesja veten nëse Vërtet, edhe unë. ashtu? Po pyesja veten nëse nuk të duket shumë e çuditshme, Po, Mark? do bësh një shëtitje me mua në park? Vetëm nëse nuk ke gjë tjetër për të bërë. Çfarë gjëje tjetër mund të bëj? Unë nuk përleshem me përbinça. E po mirë atëhere, përse nuk ikim që tani? Eja këtu, duhet të tregoj diçka. Po thuaj se arritëm mos u shqetëso. Jam në rregull, nuk jam e shqetësuar. Mirë, ndoshta jam pak e shqetësuar. Ku po shkojmë? Po, prit një minutë. Nuk mendoj se ndoshta ai po përpiqet të më puth. Jo, jam nervoze. Do të ndodh? E di që do ndodh. Ndodh gjithmonë. Duhet të përpiqem të mendoj për diçka tjetër. Ndoshta nuk do të ndodh këtë herë. Ndoshta nuk do shndrohem në një mace. Mirë, arritëm. Zoj, a je mirë? Gjithçka në rregull. Sapo më ra diçka këtu, edhe nuk e gjej dot. Por mos u shqetëso për mua. Wow! Qen ka shumë e bukur. Po, a nuk është e manitshme? Por pse pas ka çelushi tani? Nuk ka ardhur akoma pranvera. Nuk e di.
Por gjë e çfarë? Kjo pemë është mbi 100 vjet e lashtë. E di sepse në këtë pemë të stërgjyshi im i propozoi stërgjyshes sime. Ata ishin të dy emigrantë në këtë qytet dhe thoshin gjithnjë që kjo pemë ju kujtonte shtëpinë ku ishin rritur. Ata ndërronin që familja e tyre do të lulëzonte pikërisht si kjo pemë. Që nga një histori shumë e bukur. Faleminderit. Por ke të drejtë, është shumë çudi që ka filluar të lulëzoj kaq herë. Hej, Mark, mos do të më kërkosh ndonjë gjë nën këtë pemë? E kupton që dua të them? Më fal, çfarë the? Oh, asgjë. Hey, mund të pyes diçka? Them se po. Nuk do më propozosh, apo jo, Mark? Ja. Gjyshi im thot se nuk ka dy pemë të ngjashme. Edhe dy njerëz të ngjashëm nuk ka. Dhe gjëja më e mirë është të jesh vetvetja. Mendon se kjo gjë është e vërtetë? E kam fjalën për të qenë unik? Po, them se po. E kam fjalën si është ajo shpreha? Guxo që t'jesh i ndryshëm, ë? Po. Më fal, nuk doja të bëhesh kaq serioz. Është vetëm një pemë. Është një pemë që ka një domethënie të madhe për ty. Hey, projektin për panajirin e shkencës do ta bëj për plerimin e kësaj peme që ka lulëzuar pa ardhur pranvera. Ashtu? Ide e mirë. Do më pëlqente shumë nëse do ishe kolegja ime. Më falni. Po, zonj. A do të marr njëri porosin time? Vetëm një minutë. Zoe, ka ndonjë gjë që nuk shkon, po sillesh më çuditshëm se zakonisht. Po çfarë po thua kështu, moj Kiki? Mua nuk më ka rënë në kokë për asnjëri. Përshëndetje, dua të Erdha me porosisja. një zonj. S'ka gjë për këtë punën. Çfarëdo që të jetë, po ndikon në punën tënde. Erdhi vonë për turnin e saj dhe tani të gjitha tavolinat po ankohen. E kam me të vërtetë. Po, nuk ka gjë më të mërzitshme se sa kur nuk bën punën që të takon. Bridget, mos ndoshta e kishe për mua atë fjalin që sapo nxore nga goja. Nuk e kisha me të vërtetë, të betojmë që nuk do thosha asgjë për ty, edhe që nuk bën kur asnjë Mos harroni njerëz, zakonisht baksisi është 20%. Nuk kam nevojë, është të më qortosh Po, kur jam zonj, duke më bërë njerë. punën time. Vetëm një minutë. Më falni Djegur, vajza, mos zëvendësoj më gjatë lejoni t'ju kohës. prezantoj të ardhurën e fundit në ekipin e vajzave miau. Wesley, nuk mund ta besoj që po e merren ne Roberts të punoj në kafenen Miau Miau. Dakor të Rene, për të filluar do doja që ta çoje këtë tort me mollë në tavolinën 11, të lutem. Sigurisht. Hey, Bridget, nuk e di se si do t'ja bëj një yll popi si Rene për të rregulluar tavolinat në kafenen Miau Miau. Ajo nuk është mësuar. Sa për të filluar ajo s'është tavolina e 11. Oh, më falni, por unë nuk e porosita këtë. E që të bëj unë me këtë tani? Asgjë. Nuk mendova kështu. Ndoshta ajo punon më mirë për t'ja shkruaj. Them që në kohën e lirë t'i shkruaj disa fraza kyçe që thon kamarierët. Kështu do t'i mësoj para se të filloj punën e përditshme. Oh, mirë. Jam e bindur se do bëj prova për rolin e saj kryesor në kafenen Miau Miau. Hey, edhe unë mund të bëj prova për takimin tim tashmë me Markun? Oh, çfarë dite. S'mund ta besoj se më në fund mbaroi. Sot keni bërë punë të mirë vajza. Edhe tani është momenti për një festë të vogël. Bukur! Sa bukur! Jemi ne të pesta në formën e një kafshe të vogël. Një ëmbëlsirë e ngrënshme në formë kafshe. Mirë, vajza mjau. Kam nevojë që ju të vini të gjitha me një herë poshtë. Mos na e prish festën. Do bëjmë një festë të vogël ne. Po. Zoe, e di të paktën se ç'po festoni. Po, ne sapo mbaruam punën tonë të ditës së parë së bashku. Una juaj së bashku as nuk ka filluar ende. Dhe nëse e kam në rregull nuhatin, ajo do të filloj së shpejti. Mrekulli. Sa po filloj? Rezultati do të jetë një shpërthim që do të dërgojë në stratosferë të gjithë popullsinë e qytetit. Pra, cila ishte përshtypja jote? Asgjë. Unë e thash që ju të zbrisnit poshtë me njerë. Hey, kjo nuk ishte shumë e këndshme. Po, kemi një tort për të ngrënë. Dhe unë kam mësimin e baletit. Kjo nuk do të thotë se ky nuk është një takim i rëndësishëm. Kam shumë gjëra për t'ju shpjeguar tani që jemi të gjithë bashkë. Mirë, jemi të gjitha bashk. Me sa dim ne, siniklonët nuk kanë një planet të tyre. Ndoshta sepse i kanë harxuar të gjitha burimet natyrore. Ata e shikojnë tokën si një alternativë të mirë dhe po dërgojnë alien, shpirtra, qenie që quhen infuzione. Ata duan të na shkatrojnë. Ata të poshtrit. Si do ja bëjmë atëherë për gjithë këtë? Meqense të gjitha keni pasur infuzion, ju jeni të vetmet që mund t'i luftoni ato që mund të dërgojnë siniklonët. Mund të jenë shumë gjëra, që nga përbindçat deri tek bimët elmuese. Ne duhet të ndalojmë një përbindësh Ju mutant. i keni të gjitha mundësitë për ta ndaluar. Ta përsërisim edhe një herë. Wesley, Rene, ulkonja e hirt. Kiki, majmuni luani pemës së marinës. Bridget, delfini i zi pa bisht.
Orina, papagalli i rrallë blu. Dhe sigurisht udhëheqësja juaj Zoe, macja e egër e malit. Ju do të merrni fuqit nga kafshët e rrezikuara me të cilat jeni lidhur. Por kujdes, forca juaj qëndron në aftësinë që do të keni për të punuar në skuadër. Jeni bashkuar sipas gjuarësisë, prandaj duhet të qëndroni në gatishmëri. Kam një pyetje, si do ta ekuilibrojmë shkollën me luftën kundër alienëve? Fati i të gjithë botës tashmë rrezikohet. Jam i bindur se do ta zgjidhni vetë. Sidoqoftë, çdo ditë do të punoni në lokalin Miau Miau që të mund të jeni gati. Jam edhe unë këtu. Kam një pyetje. Këtu Eli. Shumë për të qeshur, më quajnë Elliot. Dhe tani çfarë do Zoe? Hey Elliot, e kuptoj këtë punën e fatit të botës dhe nuk e kam fare problem, por për sa mendon se do ta bëjmë këtë gjë? Çfarë the? E ke identi se çfarë do të thotë që të rish pranë dollapit të shkollës edhe ti mbash veshët katër vetëm sepse shikon dikë? Pastaj sigur kjo të mos mjaftonte të del bishti në pa dhe duhet të fshihesh nga të gjithë sepse të gjithë të shohin. Po ti isha në vendin tënd, do të isha i lumtur për këto superfuqi. Unë jam e lumtur, por ndjen se janë normale. Do të mësohesh, pa. Nuk dua të jem anormale. Për fat të keq nuk ke zgjedhje tjetër. Prandaj, pse nuk ham pak tort? Jo, faleminderit. Unë nuk dua që të festoj më. Ajo që dua në të vërtet është që dua të jem një vajzë normale. Nuk do të jesh një vajzë Miau? Kiki, më fal. Asaj e ka rënë në kokë për dikë. Jo, në fakt nuk është kjo. Hey, shiko. Nëse ka një gjë që e dalloj mirë, është kur dikush sillet çuditshëm nga që ka rënë në dashuri. Vetëm mos e lësho veten, se pastaj do ta kuptosh vërtet çdo të thotë të bjerë bota mbi kokë. Wow, sa bukur. A e kupton se çfarë ndodhi tani këtu? Sapo ke marrë këshilla nga një eksperte në fushën e romantikës. E ke idenë sa të dashur mund të ketë pasur ajo? sa vjeç që mendon se ishte kur ka dalë për herë të parë në një Nuk doja të thosha këtë. Shikoni, unë jam Luani, mbreti Xunga. Jo, nuk je një majmun. Unë duk sikur tha që isha Ta Luani. se ti je një majmun Luani, ti pemës së Mirë Marinës. akoma, gjithnjë ka menduar se do isha më mirë si majmun. Nga erdhi ajo. Sa po pash një ndër të tmerrshme Mini Miau. Siniklonët po pushtonin tokën edhe unë nuk po gjeja do të marku në asnjë vend. Miau, për shpëtim. S'mund ta besoj që duhet të shkoj në një betejë tani që më në fund gjeta Markun dhe më kërkoi që të dalim. Hey, prit një minutë. Çfarë po them kështu? Ai nuk më kërkoi që të dalim. Ai më kërkoi që të isha kolegja e tij në projektin shkencor. Ndoshta ai nuk më pëlqen fare. Jo, ai më pëlqen. Ai më çoi në park, por ai do ta zbuloj që unë jam një vajzë Miau Miau. Jam shumë e stresuar Mini Miau. Më dolën veshët. Zoe, ç'po ndodh? Babi, mos! Çfarë ndodhi? Largo, mos hyr këtu brenda. Pse ke hyrë në dollap? Jam mirë, vërtet. Mirupafshim mami, mirupafshim babi. Sa më dhëm qafa nga plaka që mu shkaktua kur hapa derën e dollapit të saj tjene darkë. E po, kështu e pëson kur hyn në dhomën e vajzës tënde adoleshente. It's here, it's now, and it's all gonna come together somehow. This time, you'll see that it's all gonna come together for me. I may not have it all figured out, but what I got, I just gotta scream about. And the way it makes me feel, knowing you. Hey, çfarë ke Wesley? Hidhi një sy kësaj. Nuk më duket dhe aq mirë. Niveli i oksigjenit po bie nëpër qytet në një normë me vlerë 6% për çdo orë. Wow, nëse kjo vazhdoni gjithë qyteti do të mbytet. Për të qenë të saktë, sot në mesnatë. Duket se ndotja është përqendruar rreth atyre pemëve të vjetra të qershive, një në çdo park të qytetit. Nëse më pyet mua, kjo është puna e Drenit. Mendon se i ka bërë infuzion pemëve? Pikërisht. Ai duhet i ketë ndryshuar gjenetikisht që ato të prodhojnë helm. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Vajzat Miau duhet të shkatrojnë pemët. Po. Vajza, thojini klientëve që do ta mbyllim pas 5 minutash. Ka një tub të prishur në studio. Është Kelly e kodit të higjienës. Prit një minutë. Erdhi ora? Po, erdhi ora. Mirë vajza, tani erdhi momenti i së vërtetës. Çfarë do të thotë kjo me saktësi? Do të thotë që vajzat Miau duhet të bëjnë goditjen e tyre. Bukur. Luftëtari si Niklon Dreni ka ndryshuar gjenetikisht 5 pemët më të vjetra të qytetit dhe tani ato prodhojnë një lloj gazi helmues. Kemi kohë deri në mesnatë para se e gjithë popullsia e qytetit të asfiksohet. Kjo është gjë e keqe apo jo? Shumë e keqe. Duhet veprojmë me shpejtësi. Ata duhet ju kenë bërë pemëve infuzion që prej 2 ditësh. Dhe ja ku është pjesa më e vështirë. Pemët duhet të shkatrohen në të njëjtin moment. Ndryshe, rrezikojmë një shpërthim. Më falni, unë nuk mund të shkatroj një pemë 100 vjeçare. Kam parime, unë ti e di. Pemët janë unike ashtu si edhe njerëzit. E vërtet, por kjo është një sakrificë që duhet të bëjmë për të mirën e qytetit. Pemët janë unike ashtu si edhe njerëzit. Më pëlqen kjo.
Mirë, vajzat mjau, mbroni planetin ton! Fuzioni miau miau! E natyrshme! Aktivizo! Kristali fuqis! Shndërim! Everything's changing overnight. You're telling me it's just not right. Where's the girl you used to know? She's better than ever, so come on, let's go. It's supernatural. Time to be supernatural. Come this supernatural. It's understood. You gotta believe a little change is good. You gotta believe a little change is supernatural. Oh, oh, oh. E po kjo mjafton për ta provuar. Sa për të qeshur, më duket sikur e kanë kokën bire. Dhe ç'është kjo erë? Është shumë vonë për ta shpëtuar, Romeo. Kush e tha këtë? Çfarë? Kush është aty? Pema jote e çmuar po helmon qytetin. Shikoje. Çfarë po ndodh? Ajo që po ndodh është se tani do të zërgjumi bashkë me pjesën tjetër të njerëzve. Jo, Dreni! Çfarë po bën ti këtu? Zoe, Ndiq këshillën time dhe mos më pengo. duhet të kishe ardhur më përpara. Romeo a yt dhe unë bëm një bisedë të shkurtër para se t'i bindet fikt. Bën mirë që të mos i kesh bërë gjë Markut, se për ndryshe do të mjau fos. Do lëvizësh që tani apo do të shkatroj me gjitha të pemë. Kam frikë se nuk është kaq e thjeshtë, por nëse je me fat, ato mund të vinë të të ndihmojnë të shpëtosh vetveten. Vë bas se mund t'i bind siniklonët të të pranojnë botën tonë, nëse pranon të bësh nusja ime. Si thua? Wow, vetëm për pak fare. Të mori malli për mua. Sa keq, mendoj se do të ishim një çift i këndshëm. Mendoj edhe një herë, hutaq. Jepi maske vogël, po të lë ty derisa pemë të arrin fuqinë maksimale të helmimit. Je gati ta mendosh edhe një herë? E kupton se nëse shoqet e tua do të shkatrojnë 4 nga 5 pemët e helmuara, rezultati do të jetë një shpërthim që do të dërgojnë në stratosferë të gjithë popullsinë e qytetit. Kjo është një situatë ku fitojnë vetëm siniklonët. Mendoje mirë, maske vogël, unë do t'isha larguar që këtej. Po çfarë po pret Zoe? Si është puna, Zoe? Ndryshove mendim, a? Më vjen shumë keq, Mark. Forca Zoe, edhe sa gjatë mendon se mund ta mbaj këtë gjë. Forca Zoe! Duhet bërë tani. Elliot, niveli i oksigjenit po rritet. Mendoj se funksionoj. Vajzat ja dolën mban. Shpëtuam për pak. Duhet të them se isha pak i shqetësuar. Si thua ti, Elliot? Dyshove edhe ti se vajzat do t'ja dalin mban? Jo, as pak. Do të kap më vonë, maske vogël. Më duket se ja dolën mban. Ajri duket më i mirë tani. Pema, më vjen shumë keq, Mark. Zoe? Çfarë ka ndodhur me ty? Pse dukesh kështu? O jo. Më vjen shumë keq, Mark. S'ka gjë. Vërtet? Nuk ka pse të vi turp që je kjo që je. Të kujtohet që më the më parë? Guxo të jesh ndryshe. Jam ndryshe, por e mirë. Dhe mua më pëlqen. Në episodin tjetër të Vajzave Miau Miau do flasim për fillimet. Pa!
Do zbulojmë si u shndrova nga një vajzë normale? Më duket se po shndrojmë në mace. Në një lloj superheroine që lufton me guxim kundër forcave të këqija. Ngjan shumë me miau këngën. Më falni, nuk I rezistova dot. Sidoqoftë, do shihemi herën tjetër në episodin e vajzave miau miau.